Përshëndetje, mirë se vini në një video të re. Unë jam Reja për të gjithë ju që e keni për herë të parë që hyni në këtë kanal. Ju ftoj që të bëni një subscribe dhe kam dalë me Alvion. Kemi bërë këto punët e të dielës. Kishim një punë për të realizuar herët në mëngjes, pastaj shkuam hëngrëm drek, pim edhe diçka, një limonat tek mudiri. Edhe bëm pak pazar tek MD-ja, morëm disa gjëra që na duheshin, më shumë për këto të tualetit. Do ju tregoj në shtëpi se çfarë morëm. Edhe plasa vape, shumë vape. Tani jam më mirë, ju lash në fund fare, isha smur tek videoja e parë me viroz sepse ma ngjiti zotria këtë. Virozën se nga e mori ma ngjiti edhe mua. Po tani jam shumë mirë. Po mungon të shtëpia, prandaj unë së morëm. Edhe kështu si e diel plasën vape, edhe në makinë shumë vape, nuk e di. Do ikim në lumë. Alpja thotë do ikim në lumë, është ora 3. Jemi qenë mëngjes që kemi dalë. Kemi lënë një film për gjysëm, The Village që e kishte emrin. Ishte 2004, po kishte cast shumë të mirë aktorësh. Edhe nesër kam provimin e anglishtes, edhe më mbaroj nivelin. Kam provimin përfundimtar dhe më të rëndësishëm, ka i gjithë libri, dhe nuk kam mësuar fare, po do mësoj nesër. Ndërkohë të premte kisha një provim tjetër që mbyllëm 4 kapitujt e fundit. Edhe kështu, mbarova kursin. Doja që ta vazhdoja nivelin tjetër në ver, por nuk do ketë klasa, që kështu nuk e vazhdoj dot, e klasat e reja nisin në tetor. Unë tani për tetorin kam bërë një listë shumë të madhe me angazhime që do kem, dhe nuk e di nëse mundem që të shkëputem edhe të shkoj në kurs. Do thoni jo si nuk shkëputesh një orë, por do e merr një vesh nga tetori, nëntori, çfarë do jetë plani që kemi, edhe do më kuptoni pse nuk do shkëputem dot. Do kuptoni se çfarë sfide i kam hapur vetes. Jam veshur bukur, kam veshur të fustanin, çantën, havajanas edhe është outfiti për sot. Shihemi në shtëpi. E urrej me shpirt verën. Princesha. A jam princesh? Do t'jetë t'ju tregoj shpejt çfarë mora. Morëm, nuk i kemi provuar asnjëherë, po ishin goxhat lira, edhe nuk e di me përpull, me karkalec, për t'i bërë makarona pasta. Morëm salmon, për të bërë pasta, tani që po ha bukun, keni parasysh dua të ha ato gjërat që më kanë munguar kur kam qenë në dietë, sepse jam dobësuar dhe kam vajtur në peshën time ideale. Mora këto, ishin bërë me ofertë, nga 4.000 lekë ishin për 1.900 lekë, sepse 5 ditë kanë afat, por unë i kam shumë qejf tost me salmon edhe me krem djathi, është e preferuara ime. Morëm këto karkalecat, janë pak më të mëdhenj se ata që marrim zakonisht të freskët. Nuk e di, shofersin që i merr edhe më thotë që janë të mirë, edhe dua që t'i provoj. Çfarë? Këto ishin 7. Morëm dhall, nga Gjirofar, kemi qef këto. Morëm një bukë, këto nga bukët. E ma dhe qesën të dhe. Morëm një shampo trupi. Mora edhe unë këta antidjersën, sepse jam në kërkim të antidjersën që më bëj vërtet krem. Prandaj mora 2. Mora edhe këta antidjersën. Mora ilaç për duart. Morëm dall. Një krem djathi për tost. Morëm jogurt. Edhe fundit fare morëm bukë. Të gjitha këto kushtohen 20.000 lekë. Nuk e di.
për çmimet. Morëm dhe atë të madhe që kisha unë në duar, kartopeceta për duar. Do t'i çoj nëpër vende edhe për mbas ditës se 3 hëngrëm, të bëjmë në ora 6-7 këto pastat sepse janë kurioze. Plus do provojmë edhe këtë karkalecin, ta skuqim një herë, shohim nëse është vërtet i shishëm. Nuk e di, po kam parë në një lajm që frutat e detit janë të gjitha vinë nga jashtë. Edhe këto që marrim ne si të freskëta nëpër dyqane. Gati 95% vinë nga jashtë dhe vinë të ngrira. Nuk e di nëse është lajmi vërtet, nëse keni informacion, nëse punoni, nëse keni ndonjëri që punon në këtë sektor, ma shkruani poshtë sepse jam kurioze. Tani do t'i çojmë për vende dhe shifemi pas pak. You're holier than I am. Holier than I am. Gentle hands, golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Holier. Hello, mirëmëngjes në dita tjetër. Tani unë po përgatis mëngjesin. Kam vendosur bukën që të theket. Edhe këtu kam përgatitur salmonin me qep, me pak limon, kremin e djathit, i hedhim pak krip, pak piper dhe vaj ulliri. Po sot kam plovim në orën 5, edhe me thënë të drejtë nuk është se kam përsëritur shumë. Por, besoj se më mirë është mos i përsëris, edhe të shoh se sa vërtet kam mësuar nga kursi. Këtu kam thekur bukën që të tregova, dhe ta bëjmë pak me krem djathtë, më pëlqen shumë këto tosta. Mëra pak punë të shtëpisë, vajta tani rregullova mëra atë baterinë e motorit, sepse s'kisha bateri, kisha lënë në parkim, plus edhe e pastrova pak, ishte bërë shumë pis. Nga plurat, nga ndërtimet, nga makinat, ishte bërë super pis. Një javë që s'ishte pastruar. Edhe vajta po shte pastrova tani, gjysmare. Ndërkohë kam bërë edhe një porosit tek ferma ime, kam marrë shportën e javës, nuk kam marrë asnjëherë, mos po mbje telefonit, dhe po pres pak, nuk e di në qoftë se sot e porosita, nuk e di në qoftë se vjen sot, ose duhet ta pres nesër, edhe nuk e pyeta me thënë drejtën. Inshallah nuk vjen sot në orën 5 që jam në kurs. Edhe ja, i lëva me krem djathi këtë, më pëlqen shumë. Nuk e di nëse ju a kam treguar, po jo nuk a kam treguar, nuk e keni parë, kemi vendosur në ambazhur. Shikoni sa të bukur, kemi vendosur tek kuzhina, edhe me gjumë dhe te garderoba në gjithë shtëpinë. Tani do vendosim salmonin. Vendosim kështu sipër. Të recetën nga Ersi e kam mësuar, edhe më super pëlqen. I vendosim edhe qep dhe limon. Përkohë filmin që pam dije që ju thash, The Village, nuk më pëlqeu, fundi ishte shumë. Më thoni lezetshëm, po nuk e të kështë ndonjë mister. Pa piperi dhe me papaj. Kështu ishte e djela. Pam filmin, pastaj pam një film tjetër, si ishte me Game. Your Game, nuk e di si. Ishte 1997-ës, ishte i lezetshëm me Michael Douglas. I bukur ishte. Por, në fund fare, kuptova që unë e kisha parë para të filmin. Edhe, ja. Super, e shishme. Është ora 1, unë tani do ha mëngjes drek, edhe të përgatitem për provim. O zot, sa e mirë që ka dalë. Ju thashe porosita tek ferma ime, edhe tani sa më erdhën papët, do t'i bëj një haul për në Instagram. Më ndiqni aty tek rea.me. Po ju a tregoj shpejt edhe këtu, mirë që ju kam treguar shumë ushqime, ja se çfarë përmbante shporta e javës, patate, qershi, gjysmë kile fiq, kastravec, dardh, 2 kg domate, patullxhan,
qumë, shlope, panxar, bamjet preferurat e mia, speci kuq, salckosi dhe të gjitha këto kushtuan për dhe kunguj këto për 23.000 lekë bashkë me postën. Nuk e din nëse ja vlen, çfarë mendimi keni, duke më pasur parasysh që janë produkte e vendi edhe ja pa frikë. Qershit ishin shumë të mira. Tani do t'i sistemojmë në vendet e tyre. Plus, këtu kam hapur edhe librin që po mësoj për provim. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road lights come back again, come back to me. Duke bërë video, shikoni. Aromat mirë Chelsea. Drives to late nights in the car. I remember it all. Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you Sa po e mbarova provimi, nuk e di si kam dalë. Ishte pak i vështirë. Nuk e di se si e kam bërë provimin, kam lënë vetëm 2 gjërat vogla që nuk i plotësova, sepse nuk i dija. Pastaj gjërat e tjera mendoj se i kam bërë mirë. Por varet se si kam dalë. E mbarova dhe kursin për gjithmonë. Në fund fare kishim mjese, që do shkruanim një review, një përshtypje për një vend që kishim qenë së fundmi, edhe duhet të përdorim dhe disa fjalë që kishim në test. Nuk e di se si kam bërë. Nëse më mirë se në fillim ndihem, edhe jam e lumtur që e përfundova. Tani të shihemi në tetor, në qoftë se më del koha që ta nis përsëri nivelin tjetër. every broken piece finds its place again, finds its place again. How long have this breaking you down? Don't wear the falls, not your crown. What are you waiting to be? Do you lose your breath at night when the noise gets loud? Hello, nga dita tjetër. Tani do bëj pak make-upit dhe thash t'ju hap, sepse po e vini re që mundohem të filmoj pak më shumë, sepse më kishte munguar YouTube-i, edhe pse jo, kur kam kohë të filmojmë, edhe kur ndihemi mirë. Po vendos pak si kjo SPF-ja që është me mbulim nga Transparent Lab, edhe për hapit do vendosim dhe korektor. Duhet që t'i ke pak të zyra tani, sepse duhet të mbyt disa pako tek mbire, pra agjendat. Qofse kërkoni akoma agjendën e 2026-ës, e gjeni tek mbire dhe e keni me ulje, posta falas, dhe ka kopertina shumë bukura. Dje kemi qëndruar me Alvin deri në orën 1 të natës zgjuar, pastaj Alvin e zuri gjumi. Mua nuk më nxinte sepse isha shumë emocionuar, sepse nuk mund t'ju tregoj tani, por po bëjmë plane, që janë plane për një muaj do marrim hapin e madh, edhe janë plane goxha të mëdha për ne të dy. Është një sfidë shumë e madhe. Fola pak në fillim të videos, por nuk ju tregoj dot gjë tjetër. Edhe me zymar frym, nuk më nxinte gjumi, në orën mua më ka zënë shumë vonë gjumi, edhe vetëm ëndra kam parë me këto plane, këto gjëra, nuk e di, nuk më pëlqen vetja që i marr gjërat me ka shumë emocion, edhe më ndikojnë shumë. Ndërkohë, unë nuk ju kam thënë, por unë me Alvion kishim për vjetor të lidhjes tonë. Ma nuk më pëlqen shumë që t'i bëj këto, do më thënë këto gjërat që janë shumë personale, si pjesa e njohjes, pjesa e përvjetorit, apo pjesa e ndonjë feste, ndonjë kështu
parasysh të çifteve nuk më pëlqen shumë t'i ndaj këtu, se më duket sikur i ndaj për audiencë, gjë që nuk dua ta ngatroj, domethënë ndjenjen time me këtë gjë, edhe pse nuk ka asgjë të keqe, po kishim për vjetorin, edhe kemi goxha kohë e vite së bashku, edhe këtë nuk po e ndaj, por nuk besoj se do e gjej njëri këtu, Okej, disa edhe mund të gjejnë, se mund të bëjnë llogari, por ju që më njihni në YouTube nuk besoj se do e gjeni dot. Edhe ka marrë një dhuratë super të bukur. Alvio ishte në Milano dhe në Torino, sepse kishte një projekt, edhe në Milano më plot diçka fantastike. Diçka që mezi e kam pritur se të vinte avioni, të vinte dhurata jo Alvio, edhe e kam aty vendosur, por doja të tregoj tek videoja tjetër. Është një gjë që unë i kisha super qef, edhe fal atyre gjërave, shita këto pupat, sapo i shita sot. Që unë i kisha shumë qef këto pupat. I lava, i bëra drita të pupat, se shumë pak i kisha përdorur. Edhe nëse më duket se e kuptuan se kush ishte dhurata e përvjetorit. Por doja të tregoj tek videoja tjetër. Po bëj këtë make-upin këtu shpejt, u bëra edhe me fondatin plus edhe me SPF, edhe pak këtu të sy, do vendos korrektor. Do thoni ju, po ti reja çfarë i dhurove, asnjë gjë nuk e kam dhuruar. Ka disa, domethënë, ka më shumë se një javë që ka kaluar për vjetori, por më jepni në ide çfarë mund t'i dhuroj, nuk kam fare, domethënë nuk e di se çfarë mund t'i dhuroj. Të marrim këtë korrektorin që pas kam bërë kështu zhul, se më pis, po më pëlqen shumë kë nga Hourglass, sepse e di kur është problemi që unë kërkoj gjëra, domethënë e kam shumë qartë çfarë dua, i jap vetes time kohë, domethënë nëse dua një gjë, pres pak, nuk e se e marr direkt, pak të pres disa muaj, dhe nëse unë e dua prap pas disa muajsh, duhet që ta marr. Te këto o dhura ditëlindje, o për vjetori, o gjëra kështu. Se më pëlqen më shumë kur mi dhuron Alvio, me thënë të drejtën, se sa kur i ble vet, sepse unë jam ai tipi që bëhem shumë pishman, bëhem direkt, më zë koka, kurse kur i marr dhurat gëzoj, e kush nuk gëzon në fund të ditës. Edhe më jepni ndonjë ide se çfarë mund t'i dhuroj Alvios për vjetor. Shikoni sa i mirë që është ky korrektori, nuk dua të dukem fare si materialiste, sepse në fund të ditës unë me Alvion bashkë ndajmë të ardhurat që ne marrim, domethënë i kemi të përbashkëta për pjesën e shtëpisë, të ëndrave tona, pushimeve, gjëra, me aq sa kemi kursime normale, se kemi ndonjë gjë që na sillet të ardhura marramëndse. Por me ato që kemi, i përshtatësim së bashku, si çdo çift. Pas kam përpis. Shqyr. U pastrua. Se më morën në telefon dhe buzët i kam lyer, nuk e se do t'i mbaj kështu, por po thoja që sot në orën 6 kemi bërë plane me gocat që të shkojmë në një vend shumë të bukur, dhe unë do provoj diçka jo për herë të parë, sepse ja t'ua them, do shkojmë të bëjmë hipizë. Kishte vajtur shoqja ime pardje, edhe më çoi një foto dhe më tha që do ikim pas nesër, se dje ishte mbyllur, edhe unë patjetër, ku ta gjejt më ftoi në këtë gjëra, këtë evente kaq bukura, dhe do shkojmë. Edhe them nuk e kam për herë të parë, sepse kur kemi qenë të vogël ne kemi pasur një kal, babi na ka bërë një, e bleu për punë, por nuk u përdor asnjëherë për punë. Para shumë vitesh flasim, 2005-ën, po, ose më herët. Edhe sepse ne kemi pasur një fermë me të madhe, shumë të madhe me pjeshk, edhe e mori që të ndihmonin, domethënë me arka, të mbante pjeshk, por nuk e se doli kal shumë punëtor në këtë anë, edhe gjatë kohës ka qenë shumë i përkëdelur, e kemi mbajtur neve umerse, ne kemi mbajtur si kështu, si kafshë shtëpie. Edhe ersi më shumë, sepse ersi ju betohem, nuk e keni idenë se sa shumë
kur kam qenë e vogël, ka qenë aq aktive, kalëronte, bënte, kurse unë kam qenë kështu siç jam tani, frikacake, edhe bënim, edhe kam hipur në kal, domethënë e ka pasur emrin Dori dhe ka qenë identike si kal te kali i egër, ka pasur pjesën këtu të bardhë, i madh, ngjyrë kaf, aq i bukur, edhe kemi mbajtur disa vite Dorin, edhe rinte gjithmonë aty tek shtëpia, edhe duke po mbie telefoni pra, ja. Edhe njëherë bëm një kopësht ne, unë me Ersin, edhe mbollëm aty misër kështu, edhe sa nisen ato të rrëzonin, ai ka ngrënë Dori të gjitha dhe jemi mërzitur shumë me Dorin. Mbaj mend kur njëherë Ersi më mori mua, se shikoni, ne në fillim fare kemi jetuar në Pronovik, që është lagje e Poliçanit, dhe kemi pasur një shtëpi private dhe aty kemi pasur një fermë shumë të madhe me pjeshk. Dhe pastaj kur unë shkova në klasë të parë, ne kaluam në qytetin e Poliçanit, që edhe ne fëmijët ishim pak më afër me shkollën, përse prindrit tanë punonin tek ferma dhe tek fabrika, që ne kemi edhe sot. Edhe ne kemi pasur që kur ka qenë Ersi në moshën 15 vjeçë, ne kemi pasur dado. Edhe në Poliçan e rrinim gjatë kohës me dadon deri në orën 4-5 që vinin prindrit tanë. Kemi pasur 3 dado në jetën tonë. Të treja kanë qenë me karakter shumë të ndryshëm nga njëra tjetra, po kanë shënuar, domethënë kemi pasur për shumë vite, mbi 5 vjet. Po, mbi 5 vjet. Edhe nuk ju kam treguar shumë gjëra për jetën time të mëparshme, po e kujtoja një herë edhe thash si s'ua kanë thënë gocave. Edhe kur kam shkuar një herë, kur kam qenë klasë 3, shkuam tek ferma, dolëm nga shkolla dhe shkuam direkt tek ferma, edhe më tha Ersi, më hajde kalorojmë, hipim Dorit me sipër dhe kalorojmë, por nuk kishte shalën. Edhe mirë thash unë, hajde më kjo më merrte mua zvare Ersi, unë nuk doja, po hajde. Edhe më hipi te mua Ersi, ne të dyja hipim tek, edhe Dori gjeti, ishte rruga e madhe dhe Dori gjeti një shteg. Kthej do fut tek shtegu, tek pjeshkat. Edhe ecte, po ato ishin si me kate, keni parasysh, po bërtisja, po qaja, edhe ram të tre. Ra shumë, më ra e qik Ersi sipër, na ra edhe Dori sipër. A shumë jam vrarë në kurriz, edhe që atëherë më ka marrë super fobi, edhe nuk e di, kam shumë frikë, se i thoj Ersi, do bijem, jo, thoshte, hajde këtu, e kënë parë si është Ersi. Dhe më thënë si është Ersi, në marrëdhënie me motrën e saj të vogël, si janë dy motra që është gjithmonë ajo e madhja, koka, plani, gjë tjetër dhe ne të vogla që jemi gjatë gjithë. Edhe mbaj mend që kemi shkuar pastaj se ishim pak larg, ishim tek ferma, se nuk kam edhe unë, domethënë kam tek mendja ime, por nuk kam si mendoj se sikur e dini jo. Çfarë dua të them. Fermën e kemi pasur 10 minuta nga fabrika. Edhe çdo prodhim që ne bënim në fermë, domethënë pjeshk, i kalonin te fabrika për konservim. Por tani fermën e nuk e kemi më, sepse është në proces gjyqi, edhe kemi vetëm fabrikën. Domethënë tokën e fermës nuk e kemi më ne, nuk e kam më babim. Por ka qenë shumë e madhe. Kush është në ajo zonë e di për çfarë po flas. Edhe Ersi e di se sa frikë kam, ne i mora sot në telefon dhe i thash, Ersi, çka do bëj unë sot? Dhe më tha, vëmë bashkë që ti nuk do hipesh. Edhe, o zot, më nisi një emocion, edhe një frikë që tani që po e them. Edhe i thash, jo do hipi, jo nuk do hipesh, nuk do ta provosh, më tha. As mos më thoj fare se nuk e për ta provuar, do rish atje do bësh siç bëj unë. Edhe nuk e di, kam shumë qejf që ta provoj të bëj një xhiro, po mendoj 100 skenare në kokën time, sikur ai kali do tërbohet, sikur do dali ndonjë gjarpër, do marri frikë. Do të nuk e di, ose do dali, ose do ketë frikë nga mua, mund të ketë frikë nga mua, mund ta trembon, nuk e di. Shoqja ime e kishte provuar par dije, do shikoj një herë ato, do shikoj një situatë. Nuk do bëj kështu siç bëj unë gjithmonë, domethënë, unë bëj kështu kur gjej edhe hapësirë. Kuptoni, kur jam me Albin, ose kur jam me Ersin, ose kur jam me prindërit, që bëj kështu si e vogël, si e dastuar, po besoj se aty do mbi pak tur, edhe dhe pak më kontrolluar. Dyshoj për këtë pjesë, po nuk e di. Më thoni, keni provuar ndonjëherë këto kohë kur jeni rritur, se kur kemi qenë fëmijë thash. Po nga ajo ditë që kam rënë me Ersin dhe me Dorin, asnjëherë nuk i kam hipur më kalit. Edhe kam shumë frikë. Edhe pasi ferma jonë u mbyll, babi e shiti Dorin, po e ka shitur për shumë pak lek, se dhe Dori u rrit, edhe ne nuk kishim më mundësi që ta mbanim, sepse
kaluam në Poliçan. Edhe ferma nuk e kishim më, tek fabrika merreshin me punë, edhe e shiti Dorin, edhe Dori vinte njëherë më duket të çaratisur dhe ka ardhur na përshëndeste. Prindrit e mi, domethënë. Shumë e dimshme. Po më ka marrë malli, besoj se tani nuk është më. Sa vite jetoni kalm njerëz? Kurioze jam. Kështu, jam gati tani për të dalë. Një kush është gjëja më e bukur që kemi kujtime dhe mund të bëjmë foto. Prandaj bëni foto sa më shpesh, edhe kur shkoni në udhëtime ose me persona që ndoshta nuk do t'i takoni më përsëri, edhe të kemi sa të krijojmë sa më shumë kujtime. Unë për shembull nuk kam asnjë foto me Dorin, nuk kam asnjë foto me macën time të parë, që quaj Keti, nuk kam asnjë foto madje edhe me të afërm të mi, që i kam të fisit dhe që i dua shumë. Edhe domethënë të vjen ndonjëherë zor që të thuash, hajde bëjmë foto së bashku, por duhet që ta bëj këtë gjë, sepse fotot për vendim, unë jam shumë e lidhur edhe jam, domethënë i kujton ngelen aty. Leg over a moving horse. If you start watching I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a complete opposite. I know my friends are leaving, but I wanna stay. Hej, me vrap, sepse erdhi shoqja ime. Kanë ardhur me makinë dhe do ikim direkt për atje. E shkruaj emrin. Edhe kjo është veshja, nuk di çfarë të vishja, që kështu vesha paliçetat. Edhe vendosa edhe këtë kapelen. O zot, dhe ju lutem, lutuni që unë të bëj një xhiro, ta provoj. O zot, unë bre zemra. Shumë. Gordi! Gordi! Good. Tani jemi këtu edhe si që thashun, me shumë siguri nuk do e bëj sepse kam frikë. Edhe kam shumë frikë. Edhe gocat tonë thonë, bëje, hip. Si kur t'jen mami im që thonë, i preja se kështu kam qenë gjithmonë. Frika cake, do shonj një qik. Si po. Tani do të provoj. Në fund më fa. O, zot. Bravo! Dhe kjo është të jemi ka shumë. Sa i bukur. Unë i pa tek flika. Para Qiro. Gaca! E bëm Qiro! Kejsi se bërë. Unë me erzën. Sigur që do vinë dhe herë tjetër, unë nuk naqa shumë edhe realisht më shtiu ersa, sepse e pat në, nuk e dija e pat në video, por ishte një moment që vura këmbën për të hipur, edhe pastaj thash, lëre nuk ta hipi, s'po hipi do dhe ersa që më mbante na vitet, thosh, me hip se të bajon.
O zot! Se keni iden qa emocioni kam përjetuar. Po ma vetëm një xhiro bëra, do më thënë gjithë fushës, gjithë pistës, sepse kisha frikë zbritjen edhe mendoja sikur do bijan gjatë zbritjes, po zbritja ishte shumë e thjeshtë. Prandaj nëse keni qef provoni, xhiro ishte 10.000 lek 10 minuta. Ersa shfrytëzoj 10 minutin, kurse unë 1 minutë bëra, por ja vlente shumë iniciativa, do më thënë një nga gjërat që të hiqesh pa nga pak ato fobitë tua. Sa lutur jam. O zot. Është e re kjo botë, është e re kjo raj e zemrës si vetë re, që për mua po vjen. Kali e gër, unë jam ky, unë erdha në këtë botë me ëndra shumë. Kam ish në kanë zot.